Të ndërua shikues, ju përshëndes me pamje në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, në ndeshja e fundit për këtë sezon në futbollin ton, ndeshja barazhit, ndeshja super stresuese si gjithmonë. Vushtria e cila e fitoi barazhin e ligës së parë kundër Liris me rezultat 3-1. Sot ballafaqohet me skuadrën e Llapit e cila përfundoi në vendin e 8 në tabel. Herën e parë nuk arrit të pasojë, shohim tani të dytën. Pasimi aty dhe tani mundësia këto, Maxhuni, gjithë kapiteni, Maxhuni goditja, Solomon më pas, jashtë, rasti parë. Largohet Tomi tani dhe një pasim mjaft i mirë atje, jo tani mundësia për Vushtrin, Solomon është poshtë, vonohet pak sa ky pasim, por edhe është rrezik. Plog është në fund, çfarë mundësi është kjo për skuadrën e Vushtrisë. Drilon Fazliu me dy mendjat, pasoj apo të plason të golditjen dhe tani tjetër mundësi për skuadrën e Vushtrisë. Rasti këtu për Buja Shabani dhe me të vërtet është e pabesueshme se si lëshohet ky rast. Çfarë mundësi është kjo? Shurdhishi, Maxhuni në drejtim të Solomon, të shohim tani goditja nga distanca. Intervenon Marian Çorić. Përsëri mjaft hapësirë në mesfush aty, lejojnë lojtarët e Llapit. Fazliu. Mund të jetë situatë e rrezikshme kjo goditja dhe shpoton skuadra e Llapit. Korner për skuadrën e Vushtrisë. Tjetër aksion i skuadrës e Vushtrisë. Shohim tani kombinime të mira këtu, Peposhi, arkimi atë në drejtim të Teo Solomon, goditja me kokë, Teo Solomon e priti këtu mundësinë që t'i vije topi me gjitha të Shurdhishi vendosit plason të goditja. Tahiri, Hasani, Gashjani me të parën dhe pas një ore loj vje goditja e pare skuadrës e Llapit në këtë ndeshje. Shohim të dhe sulmuesin Solomon që është thyer. Ardo Ramadani, shtylla e para, askush i mbuluar shtylla! Dhe kështë e top rasti për skuadrën e Llapit në këtë ndeshje. Vazhdon aksioni, tjetër situatë rrezikshme, intervenon portieri Arlis Shala, momentet më të mira të skuadrës së Llapit deri më tani në këtë ndeshje. Arkimi Maxhunit në drejtim të Solomon, ja tani mundësia për goditje. Ende vazhdon rreziku këtu dhe çfarë mundësi e lëshohet tani. E kishte Dorent Hajdari. Arkimi nga Bytyqi, rrezikshëm aty, Arlis Shala jo aq i sigurt. Korn, edhe njerë Bytyqi. E gjenë aftësirë për të arkuar Bytyqi, rrezik aty. Edhe njerë fat për Vushtrin, vonohet apo jo, nuk mund të themi vonohet. Arkimi nga Bytyqi, situatje të rrezikshme, Tahiri nuk arrit besoj, jo. Ishte Arjanit Hasani, nuk pati goditje më të fortë këtu. Nuk ka faul as këtër, Gashjani, mundësia për Ardo Ramadani. Bytyqi niset veç vetë Bytyqi këtu. E tani Arjanit Hasani, përsëri Bytyqi, e shtyt topin aty për Ardo Ramadanin. Ramadani të Hasani, goditja nga Hasani! Dhe çfarë intervenimi spektakolar nga Shala! Fantastik portieri Vushtrisë! Fazliu lirohet shumë mirë këtu, ja rasti për Vushtrin, Teo Solomon! Çfarë rasti ishte ky për Vushtrin tani? Arkimi në bredi, jo rasti këtu, dhe me të vërtet është e pabesueshme se çka humb skuadra. Peci pas hymit të Mlakshori dhe pabesueshme. Çfarë mundësi ishte kjo? Me
Falmir Veliu. Arkimi aty dhe çfarë rreziku është kë. Vonohet për sëri Ardit Tahiri. Plak Shori Arkon. Rrezik mund tjetë golditje, por e dobët me kokë. E dobët. Plak Shori. Ahmed Januzi. Januzi aty për Veliu në rastin dhe intervenon. Portieri Shala mbyllet këtu. Penaltit do të zbulojnë nëse kush do tjetë antari Superligës.